Për ditën botërore të librit do të lexoj një poezi e cila në një farë mënyrë lidhet me Shakespeare-in, përndër të cilit UNESCO ka vendosur që kjo ditë të festohet me 23 prill. Poezia quhet Crème de la Crème dhe unë do ta lexoj, edhe pse mbaj mend shumë poezi të tjerëve, poezitë e mia nuk i mbaj mend, kështu që do ta lexoj. Më të mirët e më të mirëve ku vendojnë për kongën e kongëve, e jetën si prufroku e mosin me lugën e kafës, fryma e vendit dhe fryma e kohës, fantazma mes atyne me rrubën e zezë mangëve. Emni është shenjë dhe ndjenjë, vulgun e ban aristokrat për aq sa zgjat kafja, në filxhan pihet e tashmja e lexohet e ardhmja. Sa her era e fik llampën, fjalët ndizen si kur fije shkrepse, se nuk durohet zhgënjimi i zhgandrës. Bardi i Avonit gjithmonë ka të drejtë kur thot se ne jemi ba nga brumi i ëndrës. Urime ditën botërore të librit. Lexoni sa më shumë, sidomos poezi. Kam dëgjuar një shprehje në një film kur ishte. Qoftë diel apo e hënë, në mbrëmje apo natë, mes natë, mes ditë, në terr apo parajs, të dashuruarit i përngjajnë dashurisë, të thash dje, se ne do të flejmë së bashku. Ishe dje dhe po nesër do t'jetë, në ull të kam veç ty, mes duarve të tua vendosa zemrën time, dhe me të ndonjëherë është ajo re. Për sa kohë do pulsoj jeta jonë, ne do të flejmë bashkë. Dashuria ime, ajo që do t'ishte të jetë, dhe qielli si çarçaf do të nderet mbi ne. Krahët i mblodha rreth teje, dhe për sa kohë që të dua dhe drejtërohem, e sa kohë që ti do të më duash, ne do të flejmë së bashku. Kjo poezi është për ditën botërore të leximit, të librit, sepse kërkohet gjithmonë të lexohet sa më shumë. Ti dhe stinët. Ti dhe stinët në gjanit të mërësisht. Ngatroni muajt dhe mendjet. Në mes të diellit plasni shi, mes puthjesh, një pshert i malli apo pak natësi. Ti je si stin pa emër, diçka ndryshe nga të katërta. Je rrebesh gushti që ngre mendjet për të mos menduar shpirtrat. Stinët janë pothuajse si ti, të shthurëra për një flat, të kanjoze në çfarë duan tani, egoiste në çfarë nuk duan më pas. Si mund të mos i duash stinët? Le të ngatrojnë zakonet. Si mund të mos duesh ti me këtë portret prej ikone? Kush jemi ne? Det. Përgjigjë mo. Ki mëshirën të thuash fjalën e fundit. Ki mëshirën ti ndash ose ti bashkosh atë ty kërmat mallkuara. Ne. Përgjigjë mo. A ishe ndonjëherë brenda meja? A e pe zemrën time të lëkundat? Po syt, a i pet më buzëqeshtin? I dallove ca të sinqert ishin kur qanin për dashurin, kur shkëlqenin për sytë e tonë. O e vure re që bebja ime në syrit s'më dhoj kur ti vija. Përgjigjë mo, je i aftin dash ato dy gërma. A ka më ne? A ka më lëng kjo shisha po kaskaduar? Kush e piu lëngun? Kush e helmoj lëngun? Përgjigjë mo. Më tregon nëse ke helmuar. Sepse unë e piva. E piva. Të gjithin. A kishte pak ne aty brenda? Apo isha vetëm? Përgjigjë mo.
Dua të di nëse edhe ti ishe me mua, nëse e përjetove pafundësinë, jetën, vdekjen, a mjetove sa do pak? Sepse unë të jetova të gjithën. Jetova të çdo gjë tënde. Edhe tani po më lë të vdes. Përgjigj mo, përse nuk e shtyve edhe pak fundin? Edhe pak. Vdekje. Doja të jetoni më gjatë. Të kishte pak më shumë ne. Pak më shumë ne. Përshëndetje, unë jam Altin Ceveli, pedagog dhe psikolog klinik. Sot do të ndaj me ju një nga librat të cilin e kam mbajtur pothuajse gjithmonë me vete, ashtu si prifti Biblën. Edhe bëhet fjalë për vëllimin poetik Lulet e skeqes, të shkruar nga poeti francez Charles Baudelaire. Këto poezi dedikohen vdekjes, immoralitetit, djallit, sepse Baudelaire besonte se qëllimi i artit është të estetizojë të shëmtuarën. Edhe përmes estetizimit arti e ka aftësinë që ta zhvesh tragjiken nga barbaria e saj. Edhe tek poezia Vdekja e dvorfënve, poeti romantizon edhe vdekjen. Veç vdekjat ngushëlloka e të baka me jetue. Ajo është caku i jetës dhe e vetmja shpresë, që si hynori eliksir na deh e na pushton, e zemër na jep me ec deri ke mramja. Por cila është simbolika e këtij titulli? Baudelaire besonte se lulet janë personifikimi të bukurës, i smirës. Edhe e mira e ka potencialin që t'indë spontanisht edhe aty ku ka dramë, aty ku ka tragjedi, aty ku ka mjerim. Edhe poeti na tregon që e keqja mund të jetë farë e të mirës, sepse muzën e tij artistike për të shkruar poezi e ka gjetur tek jeta e tij e mëndzyrshme dhe e trazuar. Vate prilli i trimëris, mëzumaj i dashuris, mushti vashë za në gjumë, aja ëmbla me shoqe shumë, e të ta marrë ta kem për fare, moj leshverdën, lozonjare. Leshverdë za siftua, gjim bruruara si brua, shtatë lëkundura palua, e që më ka përvëruar mua. Vjeshta më ka fshon në dorë gjethen e saj. Tash jemi miq. Kohën e qerojmë si arrat dhe i mësoj mudhën të shkoj. Ajo na kthehet sërish në lëvozhg, në pasqyrësh e diel. E gjumë ma veç në ëndra, në buzë profeci. Unë syrin në rëshqas mbi seksin e të dashurës dhe këqyremi, dhe flasim për gjërat e errta. Dashurojmë njëri tjetrin si lulkuqja kujtimin, dhe flem si vera brënda midhjes, si deti në rrezën e përgjakur të hënës. Të rokurim në dritare dhe ata nga rruga na kundrojnë. Është koha ta dim, është koha që guri paqësisht të luloj, që ankthi ta rrah brenda zemrën. Është koha të vijë koha, është koha. Në ditën ndërkombëtare të leximit ju përshëndes me një thënie të Voltairit. La lecture grandit l'âme. Leximi e zgjeron botën shpirtërore. Kam zgjedhur një paragraf fare të shkurtër nga romani im Shesari e Republikës i botuar nga Albas. Ditën që kishte prekur për herë të parë një armë zjarri, gjithkujt ishte bërë qartë se Vezullore Begës nuk mund t'i besohej mbrojtja e kufive të shenjta të dheut. Teknika e pushkës ishte për të një misteri pa depërtueshëm, njësoj si lëndët mësimore. 4 klasat e 8 vjeçares i kishte përsëritur nga 2 herë. Në fund javës do të mbushte 18 vjeç dhe ishte në vitin e parë të gjimnazit.
Mallkuar dita kur na mbiu në derë kjo ektoplazm, byk në mësime, byk në stërvitje ushtarake, shpreh drejtori. Megjithatë, të rrim shtrembre të flasim drejt, ardhja e vezullore se kishte ndryshuar rrënjësisht rutinën e institutit. Në ajër ndjej një frymë e re, një shpengim çapkën e lozonjar. Ishin çelur të gjitha vajzat, fundet më të shkurtra, bluzat e fustanet më të hapura, madje edhe sandale me taka. Por mbi të gjitha ishin shkrydhur djemt, qetheshin më bukur, vallëzonin më lirshëm e propozonin më shpesh. S'di më, ato kujtoj si dukesh. Kur ti ike, unë fiksova vetë shpatullat e tua në mes të derës së shtëpisë time. Tonës, dikur. Ja vura detyrë vetes që të kujtoja mbi të gjitha atë pamje, se do ishte e vetmi që do më garantonte që nuk ishte e gjitha në kokën time. Të pash sot në Tiranë, sigurisht, nuk ju besoja as syve dhe as ndjesive. Dikur i lutesha Tiranës që diku të të nxirrte e të shihja. Është e vogël Tirana, nuk të mban dot të shehur. Është besnike Tirana, nuk të mban dot ty, pa më lejmëruar mua. Tirana më zgjedh mua gjithnjë, por ti nuk e të kupton dot këtë të zgjedhurën kështu, pa kushte, se pikërisht këtë nuk e bëre kur. Përshëndetje, jam Ardian Vebiu, do të lexoj një pasazh nga libri im i fundit në atë vend. Ai vend ishte fshitur. Jo se kishte ndonjë njoftim publik për këtë, dhe as ndonjë informacion të rrjedhur a dyshim se cili mund të qenë blerësi. Vetëm rrugëve ndihej një lloj pasigurie lehtësisht dehse, e qiftuar me tundimin për të mëkatuar. Kambanat e kishave kumbonin më mbytur. Gratë harronin të ktheheshin darkave në shtëpi. Burrat nuk i hiqnin kravatat kur binin për gjumë. Vend i shitur. Katet e ndërtesave të reja të kurreshin. Vend parkimet shtoheshin. Mbylleshin dyqanet e luleve dhe kinemat. Varrezat shpronsoheshin. Vend i shitur. Parashikimet e motit dështonin. Kitaristët barteshin gjetiu, binte çmimi i mermerit, rritej çmimi i gipsit. Plugu i bujkut nxirrte nga dheu krimba të ngordhur. Faleminderit. Për ditën botërore të librit do të lexoj poezinë Shënim mbi vizitën e Bogdanit. Kur në cep të hënës së mjerë, vari qyrkën e herezisë dhe unis ka mali kull, harta gjeografike e hijes së pemë mirës po ngushtohej e porrudhej nga mortaja e kohës. Me qiri në dorë solli agun dhe u tret në përkohë, qenë turreshin pas fatamorganës që afaniste eshtrat e tij. Nuk zgjati shumë kjo vizitë, se pasqyra të rrëfyrit po avullohej e do të ikte koha për terapinë shpirtërore. Me vete i mori shkallët e territ dhe tha, ja, nata nuk do të zbres më, hijes i duhet dielli, gjakut syri që shpon, me frikë nuk shërohet kafsha e lig, por me vrerë që villet për kopshtin parajsor. Iku duke shkundur asht e mish, hapat e tij edhe më tej kumbojnë korridoreve të kohës së sëmur. Kam shikimin tënd në shpirt dhe melodinë e pavdekshme të gjakut me pasion. Freskia mëngjesore dhe bari i lagun fryn zemrën time të zgjume nga prania jote në të. Kam shikimin tënd në shpirt. Filli i zanit tënd dëpërton gjymtyret e mia dhe trajtat tua rrin të pashlyme në bebzat e syve të mi, që lahen për herë të parë në jetë, në të mëngjes me diell. Nuk
Nuk e kam andru në i herë vedin, mretnesh me kunor diamantesh. Më bajshin të lumtun ta në kunorat, që ti mi thurshe e mi veshe mi kry. Qoftë thur ato me ferra, ahitha, qoftë thur me luledela, adafina. Kur të humba ty, mreti im, nuk qava pse humba mretnin tënde, por mretnimin tënd në trupin e trunin tim. Ka qaste që dashnia mësht si lulja e mungume në bache. Më ndodh çdo pranverë ta pres me qil me vrull. Tu i mos kërsyre besh dëshirash. Por era dhe shiu i potershëm mi hupin lutjet, para se ato me marrë za. E kur lodhem të i kërku, e mërzitem të e prit, më kujtohet një vend i qetë, me u pre, mu në hark të buzëve tuja, dehem nga aroma, e këtë rall, nga dal, për shpëris me vedi. Dashnia as dash ka pranverë, as shi e atë diell, don veç zemër, aty s'ka droje më uqil. Larg do të vdesim. Në rastin më të mirë, do të mbështes faqen mbi pëllëmbën tënde natën e vitit të ri. Nëse në timen do të kundrosh gjurmën e një tjetër shtektimi. Dim kaq pak për rreth shpirtit. Do të pi, mbase në pellgjet e netëve të lukta pa hapa. Do të ul nën vëltesa qellore, mugulluar prej gurëve. Im Zot dhe vëlla, por e thnesh bi një pështaf të vetëm kristali, popuj dietarësh do të shkruajnë mbase pas 1.000 dimrash. Kur gjë si mbante lidhur këta të ndjerë në shkretin e qytetit të vdekur. Kaj shumë të kam më ndëruar, sa ti ke humbur qenësin tënde. A ka më kohë që ta arri të prek këtë trup plot jetë, e ta puth mbi buzën, lindjen e zërit që ka maj shumë për zemër? Kaj shumë të kam ndëruar, sa kratë e mi të mësuar të rokin hien tënde, te kryzohen në gjoksin tim nuk s'përdridhen harqeve të shtatit tënd mbase. Dhe se bal duke se qënësishme të asaj që më përndjek, dhe më udheq prej ditësh e vitesh, unë do të shndrohem a përmendsh në hije. O mirë peshim djenjash, kaj shumë të kam ndëruar, sa pa dyshim s'ka më ko të qelë syt. Fle në këmbë me shtatë të shpalosur, ndaj gjithë dukjeve të jetës dhe të dashurisë dhe ty. E vetmja që merë vëmendjen time, mund të prek më pak ballin dhe buzët e tua, se të parat buzë dhe të parin ball që ndesh. Kaj shumë të kam ndëruar, ecur, folur, fjetur me vegimin tënd, sa mos më mbetet gjë tjetër, e kësisoj të jem vegim për mbi vegimet, 100 herë më hije se hija që shëtit dhe do të shëtis lumturisht mbi orën diellore të jetës tënde. Përshëndetje të gjithë dashnorëve të zjarrt të Teletërsisë. Në ditën botërore të librit, këtë 23 prill, po i bashkohem me shumë kënaqësi maratonës së leximit, duke sjellë poezinë Vallëzimi i kuq nga Anne Sexton, përkthimi nga Elvana Zaimi. Vallëzimi i kuq. Ishte një vajzë që vallëzonte në qytete të natë, atë 22 prill për gjatlumit Charles. Ishte sikur ta vështronin 100 burra, apo e kam fjalën 100 syt e Zotit. Arnat e verdha të çinarëve rrezëllinin si elektrik në miniaturë.
hijet, lëkura e tyre, qenë kuba akulli që rregëtinin drejt qatis nga fustani i kuq. Milje pas miljeje përgjatë Charlesit ajo vallëzonte, linde pas stolat e të dashuruarve, pas dhe qenin që shurroste në stola. Kishte veshur një fustan të kuq, dhe rigonte pak shi, e ajo me fytyrën drejt tij dhe mendonte si pjesë të lumit. Makina e kamion që kalonin në rrugën e Memorialit, dhe studentët e Harvardit në shtëpit me tullat të shenjtëruara studionin Safo në dhoma Cimentoje. Dhe kjo Safo që vallëzonte në bar. Dhe vallëzonte. Ishte vallëzimi i vdekjes. Ura Lars Anderson kishte veshur dritat, dhe shumë makina kalonin ndan, e pak student që shëtisnin poshtë çadrave të tyre kop. Dhe një burrizi që e pyeti këtë Safo për orën, sikur sa hati i saj të fliste. Fjalët po ktheheshin në lyrë, dhe ajo tha, "Përse më gënjen?" Dhe ujrat e Charlesit ishin të mrekullueshëm. Dilnin sipër në shumë gjuhë të ngjyrosura. Dhe kjo Safo e çuditshme e dinte se do futej në këto drita, do të ndriçojë thosh e do të fundosej në to. Dhe se si do t'i vinte fundi, i ishte parathënë. Do të thithej duke gëlltitur një peshk, do të fundosej me krijesën e parë të Zotit, gjithë duke ballëzuar. Përshëndetje të gjithë lexuesve dhe shkruesve të librit në këtë ditë të tij, nga Intela Tabaku, me një poezi që ende nuk është në një libër, titullohet Toka është e rrumbullakt. Toka është e rrumbullakt. Na los lexomi këtë poezi nëse nuk e mendon kështu. Kanë me të marrë mend se edhe kjo poezi është e rrumbullakt. Vargje që lë mrapa i nesh sërish, rruzull rrotullohet rreth vedit e meje dhe teje. Atë që shkrova dje e gjeta sot përpara, nuk fillon në maron, trupi rrafsht është i lakushëm, fundi jem takom fillimin e tjetrit. I lakushëm është trupi rrafsht, nuk fillon në maron. Përpara gjeta sot atë që shkrova dje rreth teje, meje dhe vedit rrotullohet rruzull sërish i nesh, vargje që lë mrapa. E rrumbullakët është kjo poezi, mend t'i merr. Nëse nuk e mendon kështu, në los lexomi këtë poezi. E rrumbullakët është toka. Në los lexomi këtë poezi, nëse nuk e mendon kështu, toka është rrumbullak. Edhe kjo poezi është rrumbullak, vargje që lë mrapa. E dashura qau ndaj të gdhir pa zë, dhe lotët i shkisnin, rrokullisteshin për faqa, dhe supet i dridheshin me ngashërima. Ishte e shtun shtatorit të vonë, gjetet e para që në futur në prak, të tjera të pezull të lakoheshin në ajer. Ishte ditë pushimi dhe një mendje më thosh me marrë ratin, ku mendja s'kish bujt, por e dashura dëneste dhe dielli s'kish lind, që veç ndaj të gdhir shtatorit të vonë, nuk e dia shkakun, as ngushëllimin. Ndaj gishtat e mi kërkonin me instinkt ndofar enigme mes flokëve të saj. Në gjokë se marr kokën, i përshpëri në vesh një nulla të palindura për pyet të largët, ku trokti kuajve shuhet në myshk, ku ndihet veç tingulli i dhëmbëve të shqartëve që zhvoshkin prej drurësh lëvorën e njom. E dashura pushoi, me gjas po dremiste në paqen që fal gjumi i ri, të mbramet fjali rëzoi si flet në pukizën e lehtë. Unë ri mbledh në përdhom ku të ru. Ç'bëhet ati larg me fëminin ti me gege? Po me gjuhën e dashtun, kush naftohu kështu? Ishte ditë shtatorit të vonë, malli dëneste në vetë të parë. Ullur, si t'isha në një vend pranteja, mu bë të ndjeja aromën e lëkurës tënde. Cip trupi e një dielli të lodhur, të largët, qendër galaksia. Nga ana tjetër, asgjë tjetër veç se një cop larve e rritur. Dielli përcëllon në distanca pa korniza. Flutra në krah të djegur kërkon majnë. Behari i këtij viti shkoi. Krijesa me krah duhej të kishte ngordhur tashmë, por me sa duket nuk qen ka gjë tjetër,
veç se shpirti i paqet që fluturon rreth qiririt që çuditërisht babai im ndezi për ty. Ti, ty, të ëndër, e piqëndër, ashtu si që ka hije një dielli apo jo. Në ditën botërore të librit, duhet të shtoj rëndësinë e leximit, që është palestra e trurit. Po i lexoj pak nga libri im i fundit. Qyteti Dyrakut. Te Gadishulli me një qytet, rrotullohet dielli shpejt. Rrotullohet hëna, rrotullohen zogjt, stinët, erat mbi botë. Dyraku për detin ishte fëmijë kurreshtar, ani e letre lëshonte, a i mbidalg. Me to udhtonte, por si një marinar, çdashuri ndjente ai për brigjet tanë. Si një shpend ujë, si një zgalem vigan, udhtonte ai përreth, Gadishullit e Pidam. Si një zgalem klithte, nipi mbretit e Pidam, si një pjesë e pandar e Gadishullit e Madh. Urrit Dyraku shpejt u rrit, ish i denj, kystërnip. Themeluesit i kish ngjarë, s'ka në zemër gjak, por zjarë. Stërnipi mbretit Gurkan, nipi mbretit Epidam, tatet dhe nënës a i ngjan. Tokë thurë me gërsheta, kish vetullat të repta. Mes detarëve të qytetit, biri tyre dhe i mbretit. Përshëndetje, unë jam Ergi Zaloshnja dhe mbaj detyrën e drejtorit të drejtorisë të promovimit në drejtorinë e përgjithshme të arkivave. Në kuadër të 23 prillit, ditës ndërkombëtare të librit dhe të drejtës së autorit, do doja të ndaja një libër që më ka pëlqyer shumë, Të martat me morin nga Mitch Albom. Është një libër i thjesht në dukje, por shumë i thellë, që flet për jetën, kohën dhe gjërat që shpesh i marrim si të mirëqëna. Përmes bisedave mes një profesori dhe një ish studentit të tij, të bën të ndalosh dhe të mendosh për atë që ka vërtet rëndësi. Ajo që më ka mbetur mua në mendje është më së shumti ideja se përvoja dhe fjalët e njeriu mund të jetojnë gjatë nëse ndahen me të tjerët. Në një farë mënyre kjo lidhet edhe me atë që ne bëjmë këtu në arkiva, ruajmë histori, kujtime dhe dëshmi që nuk duhet të humbasin me kohën. Në këtë ditë do doja të inkurajoja të gjithë të gjejnë kohën për të lexuar, sepse disa libra mbarojnë në faqen e fundit, të tjerë vazhdojnë të na shoqërojnë edhe pasi ato i kemi mbyllur. Ah, ata sy. Sa herë më kujtohen pa më marrë leje. Më mirë mos e mendo. Se edhe para se të më prekësh, unë të përkas ty. Ah, ajo mendje. Një labirint ku frika ime do të ecë të zbathur. E lumtur që humbet, duke lëvizur pa të kërkuar ndjes. Ka net ku, po të më kërkoje, do me gjeje të mbështetur mbi trupin tënd. Por të ndaluar, ku kam frikë të trokas, se nuk dua të them lam të mirë. Të dua në mënyrën më të padrejtë të mundshme, përmes mendjes sime, që të ndërton për ditë dhe nuk dorëzon. Më trembat shumë kur e mendoj se çfarë mund bëj për ty. Në ditën botërore të librit, kam përzgjedhur një poezi nga libri Kujtesa e përvëluar e diellit të Etleva Durmishit. Poezia titullohet Ti poetin mos e pyet. Universi zgjerohet për një frym, nga një varg që është qast krijimi, dhe qenja drithërohet nga kuptimi i parë i rëndësisë së saj, sepse çdo kuptim i vërtetë dhe absolut shfaqet vetëm një herë dhe i takon vetëm vargut. Prandaj, ti poetin mos e pyet se çfarë deshi të thot, kur atë e kanë shumë të qartë gjeneratat që do të vinë. Ti poetin mos e pyet sepse ai s'mund të flasë me të njëjtën vetdije që e vrau atë dhe u strehua në poezi. Ndjej, dhe zbrit në thellësi, por mos pyet, sepse koha është betuar në një orfet të vetëm. Ti poetin mos e pyet, vetëm prano shtegun që ai ka hapur drejt lindjes së poezisë sate.
Mirëdita të dashur miq, më është kënaqësi të jem mes jush sot në ditën e librit. Do lexoj dy poezi nga libri im me poezi i fundit, Hapësirë midis dy notave. Nota të befta. Një ditë pik do pikojmë edhe ne, si nota të befta në pentagram, tretje prej akullit, trajta e mbrame e dimrave. Në sytë e tu si kamera të vockla regjistron heshtjen, Kasandrat, kamaret, kështjellat, bishtukun dhe pishtarin, motin e mureve, celularin. Koha është një koncept me caqe të caktuara, hapësira flën dënura, ninza e syrit të pastrehëve, murmura e mureve të spitaleve, qirinjt, librat, poetët, bulza e vreshtarit, koha që i duhet verës për te i terit të maturoj kohën e rishtarit. Vargje, parmak të urës vërshojnë lumin, ujpakët vërshon për miliona vjet, asnjëherë kaq madhështor nuk ka qenë ai një çasti më parë, sepse një ditë pik, edhe ne do pikojmë si nota të befta në pentagram. Shishe plastike. Kujtesa, burgi mollzave të gishtave është çast, kanjone drastike me arkitekturë gotike, progresi zhvesh vetet e veta prej vidash mbërthyer me ndërfarzim formash, kryq katror, vi drejt, formylli, programuar si ditët tona, si krahët tan prej dylli, qarkuar nga një qark i mbyllur, ku nuli i brisht është i domosdoshëm për zgjimin e dritës, kur zgjohet her pas here ai çast, si një shport me manafera, e gjithë gurgullima e pyllit në krahët e oksigjenit, jetoj në një shishe plastike, si me qenë në rjedhën lakuriqe të lumit të fëmirisë time. Përshëndetje nga KPO me mrekullueshme qytetit e Gjakovës. Unë jam Freskim Radoniqi, jurist me profesion dhe tashmë anëtar i Asamblesë Komunale në Gjakovë. Me qenë se vi nga kjo sferë shoqërore, për ditën ndërkombëtare të librit ju propozoj ta lexoni librin të burgosur nga gjeopolitika autorit Tim Marshall. Dhe këtu mund të zbuloni se si detet, malet apo gjeografia në tërësi ndikon shpesh herë në vendimarrjen politike të shteteve të ndryshme. Me pyetjen se apo e drejtojmë ne botën apo gjeografia apo na drejton neve, ju uroj gëzuar ditën ndërkombëtare të librit. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Gazmen Kaplani dhe për ditën botërore të librit do lexoj pak reshta nga romani im Faqja e fundit, i botuar nga Albas, i cili flet për udhëtimin e vështirë të një familje hebrejsh nga Selaniku i Greqisë për gjetur stre në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Nga nëna e tij, Isai trashëgoi durimin e saj të jashtëzakonshëm, ndërsa nga babai trashëgoi pasionin e tij për frëngjishten dhe librat. Ose më saktë trashëgoi 3 gjëra, po të marrësh parasysh edhe frikën për të skalitur të kaluar. Sidoqoftë Isai nuk studioi frëngjisht në universitet. Jo se nuk donte, por mundësia e studimit të frëngjishtes në Shqipëri nuk ekzistonte atkoh. Kështu që mori të drejtë studimi për Fakultetin e Historisë në Universitetin e Tiranës, sigurisht fal babait të tij, i cili shfrytëzoi njohjet që kishte. Vitin e parë lëndët që bënin ishin kryesisht rreth historisë së lashtë së Shqipërisë dhe paraardhësve të saj të lavdishëm. Atje, duke studiuar historinë e ilirëve, për cilët profesorët thoshin se ishin paraardhësit të shqiptarëve të tanishëm, mësoi se pranë kufirit greko-shqiptar kalonte dikur rruga e lashtë e Ignatias. Në atë zonë pikërisht në vitin 48 para erës sonë ishin përplasur ushtarët e Julius Cezarit me ata të Gneo Pompeut. Pas historisë së ilirëve, profesorët kalonin te rezistenca heroike e Skënderbeut kundër hordhive pushtuese otomane, më pas, nga periudha e pavarësisë së Shqipërisë,
kalonin të sharjet për mbretin Zog dhe nga sharjet për mbretin Zog të betejat e lavdishme të partizanëve kundër pushtuesve nazifashist në luftën e dytë botërore. Çdo semestër mbyllej me fjalime për të ardhmen e ndritur që e priste popullin shqiptar në udhëheqjen e lavdishme të Partisë së Punës së Shqipërisë. Ishte sigurisht ironik fakti që dikush si ai, i cili kishte fshirë një pjesë të historisë së tij personale, studionte për histori. Por, në fund të fundit, a nuk ishte gjithë jeta e tij një zinxhir i pafund ironie tragjike? Përshëndetje të gjithëve, quhem Mili Doraci dhe jetoj prej 18 vitesh në Itali. Dhe aktualisht punoj në Agjencinë Shtetërore për Zhvillim në Rom. Jam gjithashtu edhe unë si ju, një libërdashës dhe është kënaqësi të jam këtu sot. Dua t'ju përshëndes me një mendim nga libri Il piacere di Gabriele D'Annunzio, që mendoj që shumë për ju që kanë lexuar, që thot, duhet ta bëjmë jetën tonë një vepër arti. Kjo do të thotë të jetojmë me vetdije, duke zgjedhur me kujdes rrugën tonë dhe duke i dhënë kuptim çdo veprimi. Por mbi të gjitha do të thoya duke i lënë emocionet të rrjedhin pa pengesë, ashtu siç bën një artist me veprën e tij. Ju përshëndes nga qyteti i përjetshëm dhe uroj t'ja kaloni sa më mirë. Faleminderit. Më pëlqen të ri me ty gjithë natën, së mbyllur. Çfarë fati, ti ja se ku vjen. Në përhye, udhëtova anë kënd mendjes dhe zemrësime. Ja ku isha, në gjunjë, ndan rrugës, me kutinë e vogël të veglave, diçka e rregulloja. Jep më një botë, ma ke marrë ti botën që isha. Të dashurosh një grua, i vetëdijshëm për kontradiktet e saj hyjnore. Të provosh kënaqësinë më të ndërlikuar në mendimin sfilitës për të. Të mos llogarisësh gabime delikate. Të lejosh të trondis vetmin e butë dhe të trisht, me vështrimin në të cilin mund të imagjinosh ç'të duash. Të jetosh i pasigurt, me lutjen e fshehtë që të përkas ty, ajo mrekulli e pa plot dhe pa fundme. Librat janë dritarja prej nga ne e shohin botën. Prishtinë. Mëngjesive të mjegulluara më ngjan në vashën që të natën të dashurin ka pritur t'i vi. Krisma të donoj qetësin, muzë mbrëmjes, muzë ditës se për himt, gjeshta dashnore vjedhërazi shuen epshet shtreteve magjik. Prishtinë, ta dëgjoj frimarin në gjoks, rregëtimin e hapave të mbrëmjes kur të shtrihet në krah velandori zi. E ndjej dhembjen tënde lehon damarve të gjakut tim, shtrihet e plagosur tërhiqet zvarr, pallatit të shtypit, ulpianës, kodrës e diellit, Dardanis. Dhe kam ndroj Prishtinë. Për mëngjeset, mbrëmjet, epshet, dhimbjen, dhe kam ndroj Prishtinë për lirinë. Quhem Cledis Reggio, jam violinist në Francë, Luxemburg dhe Monaco, dhe drejtues artistik i Life and Music Concept. Doja t'ju përshëndesja nga opera nisës ku punoj në ditën ndërkombëtare të librit. Kam pasur fatin të jem shumë pranë librave sepse qënë fëmijërin time, babai kishte vendosur në dhomën time një nga bibliotekat më të mëdha të qytetit të Elbasanit. Po ju citoj dy autorë që dua shumë, të mirët e Victor Hugo's. La vie est une fleur, et l'amour est son miel. Jeta është një lule dhe dashuria është mjalti i saj. Gjithashtu Dostojevski. Boże mój, cella ja minuta blaženstva. Da razvije etava malo. Odbijina cuzizëm, cellave të skuju. O Zoti,
1 minutë e tërë luturie. A është vallë kjo pak për gjithë një jetë të tërë. Ju uroj gëzuar ditën e librit miqtë e mi. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Linda Halilaj, psikologe dhe zëdhënëse e Federatës Shqiptare të Futbollit. Në ditën botërore të librit do doja të ndaja me ju sugjerimet sigurisht për të lexuar autorin tim të preferuar, që është Gabriel Garcia Marquez. Faktikisht libri që unë dua më shumë nga ai është Çi vetmi, por në librin Mbi dashurinë dhe demon të tjerë, ai ka një shprehje që mua më pëlqen dhe besoj se duhet ta ndjekim të gjithë, që thotë që nuk ka ilaç që mund të shërojë atë që nuk e shëron dot lumturia. Dhe ndoshta kjo është një mesazh që duhet ta kemi të gjithë në jetën tonë, për arsye se gjithmonë duhet mundohemi të ndjekim lumturinë, atë çfarë na bën ne të ndihemi të plotësuar, edhe sigurisht japim rëndësi edhe shëndetit mendor edhe asaj se çfarë na bën ne të jemi më të balancuar edhe të shëndetshëm në gjitha drejtimet. Faleminderit edhe lexim të mbar. Sonte kam dalë me shëtit në përsytë tu, gjethet e stinët me i përtri, vetëm, edhe sonte. E nëse kam e humbë rrugicën e vetullave harku, mos i fik dritat e shikimeve shituse, se fiken yjt e gëzimeve të kësaj nate. Sonte kam dalë me shëtit në përsytë tu, fushat e dëshirave gjelbroshe me i gjezdit ta natën, vetëm, edhe sonte. E nëse keme kalu bulevardeve të krahnorit tim, musik, se kanë me të zanë lëngojt e arbum gjakimit. Në flakën e tyne me ndezë dhe një fije shpresë, vetëm, edhe sonte. Sonte, kam dalë me shëtit në përsytë e tu. Nuk e din se mramja të përnget në pak. Ashtu e shtrime mbi mu, e afët, lojcake, me pak boj kafe tretu në terë. Nuk e din se qielli për flakun ta përvjell ngjyrën e mishit rozë, e manej ka terri verb të mshtillet me tisin e gjakut tënë. As se ngjyrë ka nadja ftohet se di, anipsa cari marra rashtën çdo praglindje. Di vetëm se mes nadjes e mramjes gjendet një formë që e ka përthënë këtë botë, e tretet mu si ujin dhe. Poezi e shkëputur nga poema e mungesës e shkrimtares Rita Petro. Vetmia. Vetmia është paqe, është shtëpia e ngrohur me frymën time, e mbushur me muzikën time, e stolisur me kërcimin tim, që refuzon ftesën e një balloje me maska, ku hipokrizia verbon më shumë se çdo diamant i pastër, ku mes pasqyrash hun veten dhe nuk e di më se kush janë. Në parkun që mbuluan fletët, të dy ne ecim qetësisht. Pas shije saj ka shtruar vjeshta, qilim të verdh, natyrisht. Dhe ndoshta si një ëndër e zbet, ju fanit një muzg i vonë. Ky park që kanë mbuluar fletët, ku pas kaq shekujsh ti po shkon. Nga vagabondët me cigare ti mos u trembe dashur kot. Imazhin tënd as dinosaurët shekuj më parë se shtypën dot. Që ti të vije kaq e bukur me këto flok, me këtë hap. Toka të egrën klim e zbuti dhe akullnajat ktheu mbrapsht. Dhe s'kish si të ndodhte ndryshe s'kish se si. U desh të zhdukeshin për bindçat që te kjo bot të vije ti.
Jam Mimoza Ganstra dhe jam pjesë e armatës së lexuesve dhe krijuesve njëkohësisht, iniciuar nga shtëpia botuese Albas. Gruaja Gur është një pjesë e krijimtarisë time, një grua e heshtur përshkonte para syve të mi një rrugë shtruar me gur. I largonte, i shkelte, i shmangte. Pse e bën këtë? Ajo një çast ndali, mori një gur në dorë dhe shtrëngoi fort në gjoks, pastaj rrugën vazhdoi. Më pas dhe një tjetër, pastaj ul dhe i numëroi në një boçe të vogël, me kujdes i grumbulloi. Shkoi pra një pemë të vjetër dhe në çdo zgavër të hapur nga një gur vendosi. Çuditshëm e pash. Ishte vallë ritual ky arnimi i pemës? Gruaja po kërkonte të mbyllte plagët që si mbante dot më brenda vetes? Pas disa ditësh pema u gurozua, u ftosi ajo që s'fliste më. Veç gurët e mbetur numëronte çdo ditë. E njerëzit, ata që e shikonin këtë pemë quajtën thjesht gruaja Gur. Qëndroni pranë librit, nuk do t'jeni kur vetëm. Ne jetojmë në një botë mbushur me konflikte dhe vrasje, viktima fëmijësh apo dhe të rinj të cilët kanë vetëm një pjesë të jetës. Megjithatë ne kemi thënë sipas Dostojevskit që e bukur do ta shpëtojë botën, poezia, arti, kultura, muzika. Në ditën ndërkombëtare të librit, kisha dëshirë t'ju këshilloja me një libër të një të riu, i cili jetën e sheh plot adrenalin, të mbushur me sfida, por që doja dalë. Me titullin Përballë një bote e realiteti sfidues. Është një libër që nuk është vetëm për të rinj, por edhe për të gjithë moshat, të cilat duan ta sfidojnë jetën, ta përballin ato me të gjitha vështirësitë e mundshme. Ju përshëndes të gjithëve. Ti e do atë me të vërtet, i tha urti, por ti nuk e di çfarë do të thotë dashuri. Ti nuk e di që do të thotë të dashurosh, do të them unë. Dashuria nuk është tjetër veç se ritmi i daos. Të kam thënë, ti ke ardhur nga dao dhe te dao do të kthehesh. Sa kohë që je i ri, me shpirtin ende të mbështjellë në errësirë, në tronditjen e impulsit të parë brenda teje, ti ende nuk e di drejt kujt po shkon. Ti shegruan përpara teje, beson se ajo është ajo drejt së cilës ritmi po të shtyn, por edhe kur gruaja është e jotja dhe je drithmuar nga prekjet e saj, ti ende ndjen ritmin brenda vetes të pashuar dhe e di se duhet të ecësh përpara gjithnjë e mëtej, nëse do ta qetësosh atë ritëm, atëherë lind një trishtim i madh në shpirtin e burrit dhe të gruas, dhe ata shkojnë me njëri tjetrin, duke pyetur se drejt për ku janë nisur, e ku do të arrijnë butësisht, duke u kapur dorë për dore, ecin ashtu në përjet të shtyr nga njëjti impuls, drejt të njëjtit qëllim, quaje dashuri këtë nëse dëshiron. Çrëndësi ka emri, unë e quaj dao, dhe shpirtrat e atyre që duan të jenë si dy re të bardha që notojnë butësisht, krah për krah, që zhduken të bartura nga njëjta erë në kaltërsinë e pafund të qiellit. Unë quhem Nart Kastratit. Përpos librave shkollor, unë kam dëshirë që në kohën e lirë t'i lexoj librat për fëmijë, të cilët janë të botuar nga shtëpia botuese Albas. Përshëndetje të dashur miq kudo që jeni. Për librin ka shumë thënie. Ndër të tjera kanë thënë se libri është një dritë që ndriçon shpirtin dhe e zgjon atë. Ndaj, në ditën botërore të librit, kam zgjedhur për ju të lexoj poezinë Urat. Të rjetën kemi dashuruar brigjet përballë dhe jemi lodhur për të ndërtuar ura. Ura prej guri, prej druri, prej betoni, prej hekuri. Ura të larta që të merren mend të shohësh poshtë. Ura të vogla që pishen me valet. Ura që lëvizin si shilarse fëmijësh. Pas çdo hapi dhe ere, ura me parmak dhe ura të thjeshta.
Tërë jetën kemi dashuruar prigjet përballë dhe si jemi heshtur së ngritur i ura. Kur dallgët dhe erat na I shëmnin ato, kemi shtrirë shpinat tona për t'i bërë si ura dhe mbi kockat tona ka kaluar e ardhmja. Përshëndetje të përzemërta për gjithë dashamirësit e librit në ditën botërore të tij. Unë jam Ornella Musabelliu dhe po lexoj një copës nga romani im në dorë shkrim për të gjithë ju dhe për kënaqësinë time. Peter I çante mbi dëbor me ndjesinë e tërheqjes së vartë të një malli të pakuptueshëm. Mall për një kohë që as e kishte jetuar, por që donte ta bënte pjesë të vetes, të një vete tjetër. E panjohur edhe ajo, por që e dëshironte fort. Edhe më fort se etjen që tashmë të gjendej shtrirë në një kopshtar lisur, plot lule ermira e të përmbytur nga dielli, larg qiellit të mbytur e të visatuar me ngjyra plumbi të Brukselit. Donte të hidhej si një guralec në liqen, pa e ditur që priste në fund të tij, por me siguri rrethët që do krijonte përreth dhe stërkalat që do ngriheshin në ajër do ta emociononin. Se për Peterin, më shumë se përfundimi I një procesi, kishte rëndësi trajektoria e udhës së përshkruar. Ju përshëndes nga Brukseli. Dhe gjua, dhe fryma, dhe jeta nisi të marrë mira tinguj e mira ngjyra. Tingujt që këndonin himn e malli, dëshire, gëzimi e dëshpërimi. Tinguj, dashurie, ngjyra që hekurat I bënin lule, muret I bënin qiej të pafund dhe qimenton oqeane. Ngjyra që çdo gjëje I veshnin petkun e ëmbël të dashurisë. Dhe unë të pash, ti qëndroje kok ulur, ti shkoje brenda dhe sytë e tu depërtonin mure dhe hekura dhe unë nëpërmjet tyre nisa prap të shikoja jetën. Përshëndetje, unë quhem Rizarka Hoxha dhe dua të ndaj me ju një ndër librat e mi të preferuar I cili është Alkimisti. Ka libra që ti lexon dhe ka libra të tjerë që të lexojnë ty. Dhe Alkimisti për mua është një libër që më ka lexuar. E dua këtë libër sepse nuk kërkon që të na impresionoj, por kërkon që të na zgjojë. Dhe në një botë që gjithmonë na mëson që do kërkojmë jashtë, ky libër na kujton se duhet të rikthehemi tek zëri ynë I brendshëm. Ndër frasët të preferuara të librit thotë se kur ti vërtet e dëshiron diçka, I gjithë universi punon fort që ty kjo dëshirë të realizohet. Dhe Alkimisti më ka mësuar se ëndrat nuk janë luks, janë drejtim, se frika nuk është një pengesë, është thjesht një provë gjatë rrugës dhe se rruga drejt vetes është gjithmonë më e rëndësishme se destinacioni. Fraza ime e dytë e preferuar e librit thotë se frika nga vuajtja është më e keqe se vetë vuajtja. Prandaj Alkimisti na kujton që I gjithë pesari që ne njerëzit kërkojmë jashtë, ndodhet brenda nesh. Kështu që mos harroni të ëndërroni dhe të besoni të ëndrat tuaja. Mirëmëngjesi. Me shumë qef po përkushtoj këtë lexim ndaj ditës së librit, më qenë se për mu vetë, leximi ishte shumica e arsimit tim dhe rruga për në hapjen e botës. Pak ironikisht, këta fjalët vijnë nga përkthimi im të romanit legjendar të Stereospasës. Pse? Për hirën e kreativitetit shqiptar. Man should block his ears because the writer is a liar with horns and the philosopher is a ruthless murderer. Once you set off on the trail of the philosophers, it's better not to get married, for you won't be able to govern your wife or yourself, and instead of destroying yourself, you'll destroy others. Philosophy is no more than a means of killing. It resembles a girl who's lovely to look at, but who vomits bile unceasingly. Or, better to say, philosophy is like a garden with all kinds of beautiful flowers wherever you look, but the scent of poison hangs in the air. You see a beautiful flower and you admire it, and you cut it and you pin it to your chest ecstatically, but as soon as you take a breath of it, the poison overcomes you and you drop down dead. Only the man who doesn't consider philosophy can be happy.
Happier still is he who regards life through practical eyes, who treats the inventive spirit with caution, and who seeks happiness in green fields, lush meadows, and thick forests, all wrapped in the veil of human love. Rosh, çdo të mirë juve të gjithë. Përshëndetje miq të dashur. Në këtë ditë të veçantë festojmë fuqinë e jashtëzakonshme të librit, që është një dritare e hapur drejt një bote pafund. Në shënimin e kësaj dite, për ju të nderuar, kam zgjedhur poezinë me titull Akshol. Në Akshol do t'i mbjellim lulet e parajsës sona dhe pastaj gjarprin e shtëpisë do ta vëmë në gjumë. Do t'i gëlqerosim muret e mallkuara, do t'i vëmë një mbi një guret e kështjellës së rënuar. Do ta pastrojmë shpirtin nga mëkati i djallit dhe në përhumnerat e kohës do të arrijmë te vetvetja. Ndërmjet e mia, quhem Shqiptar Seku dhe dua t'ju përshëndes të gjithë për ditën ndërkombëtare të librit. Më janë lutur që në ndërim të kësaj dite të lexoj një poezi dhe kam vendosur që enkas për këtë event të lexoj një poezi të pagutuar. Poezia quhet Kjo s'është një letër dashurie. Na është dhënë diçka që s'është dhuratë, as hise e vjetër. Fatlumsi do ta quaja. Një simshirë që na heq nga rënja e lirë ku ishim të dy. Ta quaj dashuri kam ndroj. Dashuritë e mia kanë qenë gjithmonë dështime. Di vetëm se këtu po zgjojmë fjalë që flejnë në arka kuptimesh të lashta. Zgjoj, u theni. Erdhi koha jote. E fjalët e ringjallura na flasin në gjuhë fëmijërisë, por ne si kuptojmë dot. Jeta nuk ka të huajsuar nga to. Është fenomen i rrallë ky, kur zbërthen njëru një mesazh të tillë pa kuptuar fjalët. Gjuhëtarët e quajnë dëgjuesi receptive. Unë e quaj fatlumsi. Një simshirë që na heq nga rënja e lirë ku jemi. Ne dy, ne zgjojmë fjalë që flejnë në arka të lashta. E fjalët e ringjallura tregojnë për gjendjet e tjera që mund të ishin, që mund të jenë në një përmas diku përtejnesh. Ju falenderoj. Unë jam Sana Garaj dhe vazhdoj studimet e larta për psikologji pranë Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës me profilin Master Psikologji Klinike. Leximi në fakt ka qenë një kultivim dhe inspirim i hershëm që nga familja ime, por që më ndjek edhe sot e kësaj dite. Sot dua të veçoj librin 1000 ide vizullues të Kare Dorësimit, ku ndërfaqet e para përmendet: Mos harro pirim, ashtu si busulla tregon gjithmonë veriun, ashtu edhe gishti akuzues si një burri do të drejtojë gjithmonë një gruaje. Kreonti, megjithatë, guxove të shkelësh ligjin. Antigona. Po, sepse nuk e kishte caktuar Zeusi atë ligj. As drejtësia, bashkëbanorja e zotave të botës nëndheshme, nuk vendosi të tillë ligj mes njerëzve. Urdhrat e tua si quajta kaq fuqiplot sa të shkelë ligjet e pashkruara dhe të patundura të perëndive një njeri i vdekshëm si ti. Pasi jo vetëm sot e dje, por përjetësisht qëndrojnë ato ligje dhe askush se di kur u shfaqen. Mos vallë për këto duhet të përgjigjem përpara perëndive, pasi s'ju tremba ligjit njerëzor, por atij hynor. E dija mirë se vdekja më priste, madje pa e shpallur ti. E në vdeksha para kohës sime, fitime quaj. Se kush jeton por si unë mes mundimeve të mëdha, si të mos dalë fituar me vdekjen. Kështu,
ky fat nuk më shkakton dhimbje, se dhimbje të vetme do të ndjeja, po të shija të pavarrosur atë të vdekur që pa të lindur prej si me mëje. Atëherë do të më dhemte. Këto të tjerat s'më dhembin. E tani, në të duksha e marrë prej veprave të mia, ndoshta i vetmi i marrë që je ti më merr mua për të marrë. Antigona e Sofokliut nga Botimet Albas dhe unë ju urojmë gëzuar ditën ndërkombëtare të librit dhe të drejtave të autorit, me kujtesën, le t'i lëmë janë ligjet e njerëzve dhe të merremi me ligjet e hyjnive. Atë që hesht për të pathënat o filen, të shtrenjtën lamb me vaj madeh. Pastaj dil, dëshmitar s'do dashuria. Shko dhe mbyllë portën mirë, filen. E ti, kësën tho, mbi mua puthjet lësho, se shtrati dashuridashës artin e afërditës në tregon. Ma mirë të kisha vdekur. Me slotve më la, dhe thoshte, sa i keq fati ynë, sa po. Po të lë, edhe pse s'dua. Ju gjegja me këto fjalë. Udhë të mbarë, shko dhe mos haro. Ti e di sa fort të deshëm, edhe në harofsh, lërëm të ti kujtoj ditët e bukura që shkuam, kur orat e manushaqeve që thurje me trëndafila dhe shafran aty pranë meje, kurse qark qafës së brisht, varje gjerdan të thurur prej lulesh të erënshme. Lyeshe me vaj ermir, por si mbretëresh, kurse gjymtyrët i prekje në shtretër të butë dhe asnjë dëshirë s'le pa përmbushur. S'na mbeti asnjë faltore, asnjë zabel e asnjë vallëzim pa marrë pjesë. Më ngjan po aq fatlum sa perëndit ky burr që përballë teje qëndron, edhe nga afër dëgjon tek magjishëm i flet, si dhe kur ëmbël i qesh, e ati në kraror zemra i fërgëllon. Sepse sa po të shoh, zëri më paket, edhe atëherë edhe gjua më ngjitet, me njerë trupin më përshkon zjarri, sytës më shohin më, veshët më buqasin, djerës të ftota më mbulojnë dhe veç dridhem me gjora. Më e blertë se bari bëhem, dhe duket se një hop më ndan nga vdekja. Por, duhet ta kapërcej të gjithë këtë. Fillimisht ishte votë e lirë. Pastaj u bëre ligje pa shkruar në lëkurën time, pastaj flamur, pastaj shtrap, dhe unë, si çdo i pushtuar nga pasioni, u bëra diktator i ndjenjës sonë. Por erdhi nata kur hyre në dhomë dhe më the, e tu, me zë të butë, si bruti që mban në dorë thikën e fundit. Dhe unë e dija, Republika kishte rënë. Unë isha vrarë në emër të një dashurie që deshi të mbeti e lirë. Dhe ti dole si hyjni, si gjykatëse, si ushtri që nuk feston fitore, por e loj qytetin të digjet pas saj. Unë beta Cezari i fundit, jo ai që qeverisi, por ai që u vra, sepse besoj shumë në ndjenjen që ngriti. Tani Republika nuk ekziston më, veç shija ime ecën rrugëve të saj, duke thirrur emrin tënd si legionar që nuk pranon se lufta ka mbaruar. Në ditën e librit, me mirënjohje të jashtëzakonshme ndaj letërsisë, kësaj bote të magjishme që na shumëfishon ne, që i shumëfishon jetët tona, që në fakt e hedh ndoshta në erë botën ku jetojmë për të na dhënë një botë të pambarimt, një botë edhe më të shtrenjtë dhe më magjike, do të lexoj poezinë Driz nga krimtaria ime. Nuk thoshte asnjë fjalë, se gjuha kishte mëkatet e veta të shumëfishta. Nedve dëgjoja fshfërimën që lëshonin lëkurat e ngjitura dhe lutjet e tij për mua. Edhe sot tek shkruaj, e vetmuar në kthinën time, ndjej si rëshqas po në atë borë që e shkelëm të dy asajstine. Si vrapoj prap në fladin e lagjes së evgjitëve, ku më shpinte mbrëmjeve e ne merrnim thua në mbetjet e hares që patën ata. Në mbetjen e ndacakris që vinte nga të vdekurit e tyre të largët.
edhe sot e mërmëris të njëjtën vjersh. I ritregoj të njëjtin rrëfim të Bulgakovit. U vë po ata emra frutash kafeneve, po ato karikatura vajzave që i xhelozoj për vdekje. Dëgjoj tek lutet, a i heshtazi për mua. Prap më bie ndërmend të ëndrat që i kisha lidhur tokë si letrat vjetra, dhe s'më trem pas një ferë. Të dashtën, duke qenë se Albas, një shtëpi serioze botuese tashma me traditë mbi 20 vjeçare, ka vendosur që 23 prilin, ditën ndërkombëtare të librit, ta shënoj me leximet tona. Atëherë, me këtë rast, unë për ju dhe sigurisht edhe për Albas kam zgjedh poezinë të Anët, që njëherët është edhe poezia më e botuar nëpër antologji shqiptare. E kam zgjedh këtë poezi sigurisht në nderim të librit dhe në nderim të fuqisë së fjalës poetike. Të Anët. Askush nuk i përket askujt loz. As të ditëve të mia, as unetve tua, as natët dy këtë shekulle, të palumtur njëna lozë, të pashkoqëm prej vetes, të pashkullëm prej kohës. Shtrigat na kanë base herë, larg e kanë hezarët, të pakohë jena lozë. Na nuk ngjajmë të tjerët, nuk na dele pakta, s'na përthekon e shumta. As jepemi, as smerremi. Të pamjaftuem lozë, të pamjaftuem jemi. Të mbrojtëm prej dritet, të buhem prej fati. Këtuhja nuk na do të lumton. Na as nisemi, as kthehemi. Jemi të vënuam lozë. Udhve po e bajmë, udhve po e lam dashnin. Të ndrojtëm prej saj, të huajtëm prej vetës, të patok jemi lozë. Në zgripi kemi të nesërmet, në te gremina shtrupat. Të mallkuem jemi lozë. Na nuk i përkasim askujt. As të netve të mia, as unë ditëve tua. Të pa anë jemi lozë. Përshëndetje, unë jam Lora Konushevci dhe me rastin e ditës së librit do të lexoj një pjesë të tregimit Allstarkat nga libri Martesat, Valixhet dhe Ngarkesat e tjera. Këpucët e zeza ja godisnin trotuarin, mbështjell me pallto gjatë e të errtë. Në fytyrën gjysmë të mshefur në kapuçen e zi, pshtyma ju mblot skajave të gojës kur mu ngërmue e më tha kurth. Nuk e ktheu kryet, as hapin se nga dalsoj. U shta nga në vend, ajo fjallë më ra kres bashkë si grushtat e agronit dikur. What was that? Më pyeti Gjoni, kolegu skocez. U zuna ngusht se nuk doja me as qaru këtë punë. Por edhe të kisha me dasht, s'kisha me kudzu. Baba më pati porosit. Ata ta japin rrogën, por ti ruse gabon me përkthyna i fliqni që si ban në derë kombit. Just some blabbering, ja ktheva, pa vullnet me nis diskutim. Mandej, mendja nisi me muar këtu e mbërthyme prej asaj fjale, kush e kam bajt për herë të parë këtë domë? Maria Magdalena? Apo ndonjë grua e zakonshme që thjesht se ka pas fatin me u përmen në Bibël? Mbase çdo gru ka nevojë për një krisht apo për një burr që kujton se është Krishti. Përshëndetje të gjithëve. Sot jemi në Tiranën e bukur, qytetin që nuk fle por lexon. Hajdeni me mua pyesim qytetarët se a lexojnë dhe cilat janë librat e fundit që ata kanë lexuar. Që se këto janë 8 muajshe, domethënë janë shumë të vogla, unë i lexoj libra me fjalët e para që shoqërohen edhe me tingull. Këto dhe mund ta prekin, ta ndjejnë, edhe mund ta ndjejnë tingullin dhe asociojnë, kështu që fillojnë edhe mësojnë. Libri i fundit që kam lexuar është No Longer Human i autorit japonez Osamu Dazai. Është një libër me karakter psikologjik, i cili trajton shkëputjen nga shoqëria, shkëputjen nga vetja,
Një libër shumë i bukur që shpjegon krizën e identitetit të karakterit kryesor dhe do t'ja sugjeroja të gjithë dëgjuesve. Unë jam lexuese e vjetër. Më pëlqen shumë Balzaku dhe një nga librat e Balzakut është Xha Gorioi, që i përshtatet shumë realitetit sotëm. Është një libër që jep mesazh shumë të fortë për sot. Domethënë unë jam kthyer, e kam lexuar në rinin time dhe kur e kam rilexuar tani, unë kam parë që ai libër është vërtet shumë domethënës. Pak lexoj në rinia për të mbushur shpirtërisht, për të qenë më të mirë, për të qenë më pozitiv, për të dashur më pastër, për të qenë më pak materialist. Sepse materializmi vetëm e dëmton njeriu, shpirtin e njeriu. From Ukraine, and the last book I've read is A Fountainhead by Ayn Rand. And Winston Churchill was asked what is the summary of his life for the young people. He told that I can summarize it in 3 words. Don't give up. Never. Unë jam nga Anglia. The last book that I read was called A Thousand Splendid Suns, and it was a very beautiful book. Ishte shumë bukur, and I think it's important to read because it stretches your perspective and it gives you a different view on the world. Ka qenë libri Irvin Yalom, libri Një çështje ta vdekja. Dhe mbase ka qenë një ndër libra që më ka lënë më shumë mbresa. Nëse do ndaja me ju një frazë nga ai libri, do ishte: detyra jonë si njerëz është të jetojmë para se vdesim. Fundi që kam lexuar është Arti i jetuarit nga Schopenhauer. Arsye pse më pëlqen libri është sepse jep një perspektivë tjetër, pak më pesimiste në mënyrën se si njerëzit socializohen, si duhet jetojnë jetën. Libri i fundit që kam lexuar quhet Kuptimi i jetës nga doktor psikoanalist Irvin Yalom, i cili vjen me një rrëfim personal, profesional, ku na mëson se dhe të çon mesazhin për më tepër, se sa të bukura janë gjërat e vogla, përpjekjet, qëllimet, sukseset e vogla. Edhe unë sot, si studente, vim me një mesazh për të gjithë, të lexojnë çdo ditë, edhe nëse janë vetëm disa faqe. Dhe një libër tjetër është për vajzat. Dhe flas për Jane Eyre, tregon për karakterin e një vajze. Sa fort e do dinjitetin e saj, sa shumë lufton për dinjitetin dhe për dashurinë e saj. Pa menduar, pa shkelur mbi veten, pa shkelur mbi karakterin, pa shkelur mbi dinjitetin, por duke ruajtur vlerat. Jane Eyre është një mesazh i fortë për vajzat, ndërsa Xha Gorioi është një mesazh i fortë për familjen shqiptare. Them një të parë që më ka lënë shumë mbresa është një libër i Nietzsches, njerëzor tepër njerëzor. Bota sot duhet bëj luftë për të forcuar familjen, për të bërë një familje të shëndosh, që të nxjerrë fëmijë të duku mirë, të shëndosh, të fortë për të përballuar jetën, që mos marrin rrugë këqija. Njëkohësisht dhe shoqëria, po të jetë mirë, prapë korrigjon një njeri e çon rrugë mirë. Unë jam Blendi Fevziu, gazetar, dhe sot në ditën botërore të librit doja të përzidhja 2 libra ose 2 fraza nga 2 libra që më kanë lënë shumë mbres. E para është nga Aristoteli, fraza e famshme që forca e bindjes nuk ka tempull tjetër përveç se fjalën. E kam lexuar politikën e Aristotelit dhe kam qenë i manitur me këtë frazë që ka shënjuar në fakt një pjesë madhe të jetës time. E dyta është nga libri Komedianët i Graham Greene, një prej librave më të bukur që kam lexuar, në të cilin ai thotë: nëse e humbni një besim, asnjëherë mos bjerrni. Çdo besim që humbim na lë mundësinë të zgjedhim së dyti. Është një nga gjërat që po shumë ka motivuar shumë në jetë. Përshëndetje në ditën botërore të librit. Përshëndetje, unë jam Ritvana. Unë jam Igeni, ne jemi pjesë e ekipit të Qendresës Qytetare dhe për ju sot do ndajmë 2 librat për të cilët po lexojmë kohët e fundit. Për mua është nga George Orwell, 1984. Ka momente në jetë kur të duket që është më lehtë të mos flasësh, të mos kundërshtosh, të jesh si të gjithë të tjerët, sepse ndonjëherë të jesh vetja kërkon guxim. Por, e vërteta është kjo, nuk është e nevojshme të bërtasësh për të qenë i lirë. Mjafton të mos tradhtosh ato që beson. Ky libër nuk është vetëm një histori, është një kujtesë që liria fillon brenda teje. Unë po sjell Acemoglu, një nga nobelistët bashkë me kolegun e tij, pse dështojnë kombet. Shpeshherë ne mendojmë se kombet dështojnë sepse janë me ngjyrë, një religioni të caktuar, në një klimë të caktuar, apo disa përtac apo disa më punëtor, por jo. Acemoglu na tregon se kombet dështojnë nëse nuk arrin të ndërtojnë institucione të qëndrueshme.
Një sekret ose një arsye pse unë lexoj, sepse besoj që libri ka fuqinë për të robëruar, edhe vetmja mënyrë për të qenë i lirë është të lexosh librin e radhës.